Nxënësit e shkollës 9-vjeçare të Zvezdës organizuan ditën e hapur, duke nxjerrë në pak talentin, punën dhe përkushtimin gjatë vitit shkollor. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të shkollës si qendër komunitare, ku morën pjesë edhe përfaqësues të drejtorisë arsimore, si dhe prindër e qytetarë të tjerë. Nxënësit kanë qenë pjesë aktive e klubeve dhe veprimtarive të ndryshme, si letrar i vogël, matematicien i ri dhe ambientalistët, duke zhvilluar aftësi krijuese, logjike dhe qytetare. Ata realizuan këndet, trashëgimia kulturore, riciklo, gatimet tradicionale dhe të ushqehemi shëndetshëm, të cilat tregojnë jo vetëm njohuritë, por edhe vlerat dhe edukatën që kanë marrë gjatë vitit shkollor. Në kuadër të programit Shkolla Qendër Komunitare, u zhvillua dita e hapur, një aktivitet që bëri së bashku mësues, nxënës, prindër, gjithashtu dhe përfaqësues të institucioneve arsimore, ku panë punën, talentin dhe arritjet e nxënësve tanë. Përmes ekspozitave, punimeve dhe aktivitetit artistik, kulturor dhe edukativ, nxënësit tanë dëshmuan përkushtimin dhe potencialin e tyre. Ne besojmë se bashkëpunimi shkollë, familje, komunitet është çelësi i suksesit për të vazhduar dhe për të arritur rezultate më të larta për fëmijët tanë. Aktiviteti u pasurua edhe me disa performanca artistike të nxënësve, ndërsa pjesë kanë qenë edhe nxënësit e shkollave vartëse 9-vjeçare të Zëmblakut, Burimasit dhe Gurbardhës.